Rreth 80 skautistë nga gjithë bota bashkohen në Shkodër, duke ndarë eksperjenca dhe kaluar në praktik. Kujdesi ndaj natyrës dhe përshtatja me jetën pranë saj mbeten dy qëllimet kryesore të skautistëve. Në skaut nuk shef një alternativë tjetër, sepse nëse aty ka një patrull që janë 7 vetë, 8 vetë, 10 vetë, dhe 7 punojnë, këta 3 tjerë nuk mund të rrinë pa punë. Pra edhe këta do të punojnë. Pra automatikisht skaut të vend në aktivitet. Skauti është pak a shumë e mbështetur tek jeta e moglit, që është rritur me kafshët, me ujkit, me bageren, arion dhe ujkun që e ka rritur, nëna ujk. Kurse në pjesën e dytë e emisionit, si një model mjaft i mirë për ndryshimet dhe punën e mrekullueshme që është bërë, vjen shkolla 9 vjeçare Dëshmorët e Prishtinës në qytetin e Shkodrës. Ne kemi bërë disa piktura, të cilat përfaqësojnë momente të ndryshme të shkollës ose curin çfarë përfaqëson shkolla. Dhe në fasadën e hyrjes, për shembull në balë të shkollës, kemi librat ku nxënësi na arrin në majat e tija më të lartë. Mësoni më shumë duke na ndjekur të premten, datë 24 tetor 2025, ora 21, në emisionin Arom Shkodre të TV1 Channel.